Arsen, përshëndes. Përshëndetje Aida, me ardhjen e presidentit të 47 Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rikthimin në mandatin e dytë të zotit Donald Trump, pati disa ngrirje të fondeve të sponsorizuara nga taksa paguesit e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Një prej tyre ishte edhe projekti USAID, i cili përfshinte edhe marrëdhënie në Shqipëri me sistemin e drejtësisë në disa fusha të jetës, por ajo e drejtësisë ishte më e dukshme në vitet e fundit për krahje e reformës në drejtësi, ngritje e institucioneve të reja e mes tyre dhe ekspertët e ndërkombëtar të disa organizata përfshi ONM, ODAP, por edhe jurist, ish prokuror, ish magjistrat të cilët ishin në rolin e këshilluesit dhe ekspertizës teknike pranë prokurorisë posaçme e gjykatës së posaçme. Largimi i tyre u pranua zyrtarisht qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nga institucionet shqiptare, ndërsa vetëm një ditë më parë kemi patur një zhvillim i cili do duhet që më 20 prill të merrte përgjigjen finale për shkak se më 21 janar u bë shkëputja dhe ngrirja për 90 ditë sipas vendimit të sekretarit të shtetit, sekretarit të Departamentit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, zotit Rubio. Në 20 prill mbushen 90 ditë se çfarë do të ndodhte me fatin e USAID dhe përfaqësuesve të SBA në Shqipëri. Shumica e tyre u larguan drejt Amerikës, ndërsa një ditë më parë kemi patur një rikthim. Zyrtarisht ende prokuroria e posaçme, por edhe selia diplomatike e Shtetet Bashkuara të Amerikës në kryeqytet nuk ka reaguar se çfarë është ky rikthim, si do të jetë roli i tyre, çfarë ka ndryshuar, kush i paguan, por tashmë është një fakt prej ditës së djeshme ata janë paraqitur në prokurorinë e posaçme. Disa prej tyre, jo i gjithë numri plot, dhe sot kam patur edhe një takim zyrtar me drejtuesin e SPAK, por edhe me prokurorët e këtij institucioni. Mocionën live ka mundur mësoj me burime se roli i tyre do të jetë i njëjtë, ekspertizë dhe këshillues, pa pasur asnjë rol drejt për drejt në çështje hetimore, pa patur asnjë rol në përfaqësimin e shtetit apo të proceseve hetimore në gjykim. Ata do të jenë pranishëm. Në fakt prej vitesh ata kanë qenë pranishëm, nëpërmjet USAID ka patur mjaft projekte në sistemet e drejtësisë dhe gjyqësorin shqiptar, qoftë nga regjistrimi audio, video, sallat e gjyqit, monitorimet, ndërsa ekspertiza në prokurorinë e posaçme ishte konsideruar një dorë e parë domosdoshme për të luftuar krimin e korrupsionit. Rikthimi i tyre tashmë është një fakt, por kush i paguan, sa do të jetë numri i tyre, sa do të zgjasë qëndrimi i tyre, a ka një ndryshim të kursit diplomatik, ajo çfarë SBA vendosi që më 20 janar ti ndërpres pagesat e tyre ose kontratat e punës. Këtë ndoshta do ta mësojmë në ditët në vijim me një reagim zyrtar qoftë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por roli i tyre të paktën deri më tani ka qenë mbështetës të reformës. Pas largimit të përfaqësuesve të SBA-s, erdhi reagimi i Bashkimit Evropian, i cili tha se ne mbetemi fuqishëm një mbështetës i prokurorisë posaçme dhe nuk duhet preket pavarësia, integriteti dhe drejtimi që ka ky institucion për të hetuar zyrtarët e lartë, krimin organizuar edhe grupet kriminale. Po Aida. Ndërkohë, Arsen, ne nga prezenca e tyre më herët në Shqipëri, e dim se çfarë roli kanë, raportojnë, asistojnë, marrin pjesë në çështje konkrete, bashkëndojnë me ambasadën dhe a ka patur ndonjë reagim i cili ka ardhur nga struktura? Pra SPAK, GJKK, BKH? Deri në këto momente jo, edhe pse janë pyetur nga media, ka qenë vetëm shikimi apo kalimi i tyre në oborrin e prokurorisë posaçme që është vënë re nga media e gazetarët. Prokuroria e posaçme nuk ka reaguar, po ashtu edhe ambasada e Shtetit Bashkuara të Amerikës, e cila ka qenë një institucioni, nëse mund të themi, ombrell për përfaqësinë e tyre këtu, por një reagim do të ketë ndoshta sot ose në ditët në vijim për të kuptuar rikthimin, rolin që ata do të kenë, ndërsa deri më datë 20 janar ata kanë funksionuar si ekspertë të jashtëm, si këshillues. Askush prej tyre nuk ka firmosur mbi një dosje të prokurorisë posaçme, qoftë në një mandat arresti apo qoftë në një urdhër ndalimi, pasi është përgjegjësi juridike dhe kushtetuese e prokurorëve shqiptar, por si këshillues ata kanë qenë pranishëm. Shpeshherë ata kanë qenë pranishëm edhe në salla gjykimi ku janë ndjekur procese të rëndësishme përfshi politikanë apo kriminalë të grupeve kriminale dhe botës krimit të organizuar. Por ata kanë mbajtur shënim çfarë ka ndodhur në gjykatë, që kanë qenë reagimet për qëndrimet e palëve.
për çfarë kanë vlerëtur këto shënime që ata mbajnë, i raportojnë pranë ambasadës, i raportojnë pranë departamentit të shtetit. Kjo ka qenë asnjëherë e deklaruar zyrtarisht, por krejt e logjikshme dhe kuptueshme se mjaft raportet të departamentit të shtetit, mjaft qëndrimet të Shtetit Bashkuar të Amerikës në të shkuarën, por edhe deri pak kohë më parë, ndoshta në të ardhmen mund ndryshoj, kanë ardhur pikërisht duke u bazuar te këto shënime që mbajnë përfaqësuesit e tyre në sallat e gjykimit, por edhe pranë zyrave të prokurorëve, siç është e rasti i prokurorisë posaçme. Ndërsa më herët ata kanë qenë pranishëm në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, këshillin e lartë gjyqësor, këshillin e lartë prokurorisë, gjykatën e lartë, po ashtu gjykatat e rrethit, por së fundmi ata ishin pranishëm pranë gjykatës posaçme dhe prokurorisë posaçme. Ndërkohë, kthehen në kushtet e mëparshme se ne nuk kemi folur vetëm për prezencë fizike, kemi folur edhe për çështje financiare, çështje paraje. Kjo mbetet e paqartë për shkak se urdhri i presidentit Donald Trump është i vlefshëm për 90 ditë. Ai i urdhëroi nëpërmjet një urdhri ekzekutiv Departamentit të Shtetit dhe më pas e bëri aktive sekretari Rubio që për 90 ditë të pezullohen të gjitha fondet e USAID, i cili ishte ombrella e mjaft projekte qoftë në media investigative, qoftë në reformën e sistemin e drejtësisë. Pra ky urdhër është ende në fuqi dhe zyrtarisht si Departamenti i Shtetit, por edhe si Shtëpia e Bardhë nuk e ka anuluar. Se si ata kanë ardhur, kush do t'i financoj, kush po i financon dhe me çfarë raporti, kjo për të qenë korrekt mbetet më shumë se sa një mister pa përgjigje deri në këto momente, por normalisht do ta ketë një përgjigje pasi sot është dita e parë e tyre e rikthimit. Në vijim ne do t'interesojmë sërish, po pse jo edhe t'i pyesim duke i vendosur edhe mikrofonin në rast se do të jenë të pranishëm, por gjithsesi edhe kërkesat për informacion, por nga ana tjetër për të qenë korrekt, urdhri ekzekutiv i Departamentit të Shtetit për t'i bllokuar të paktën për 90 ditë ose për t'i ngrirë pagesat, transaksionet, është aktiv deri më datë 20 prill, pasi më 20 janar u vendos, më 20 shkurt 1 muaj, 20 mars 2 muaj dhe 20 prill bëjnë 3 muaj, pra 90 ditë. Ndoshta deri atëherë do të ketë edhe një përgjigje finale se me çfarë kontrate puna ata janë këtu. Kush është institucioni që i paguan? Është një fond i ambasadës, është një fond i USAID, është një fond i Shtëpisë Bardhë, apo është një fond i qeverisë shqiptare? Për të qenë korrekt, ne kemi përfaqësues ndërkombëtar të cilët paguhen nga taksat e shqiptarëve, është operacioni ndërkombëtar i monitorimit, i cili vazhdon të jetë në shkallën e dytë të vettingut, pra në kolegjin e posaçëm të apelimit, pasi KPK shkalla e parë nuk ekziston më, por operacioni ndërkombëtar i monitorimit është një institucion kushtetues i atashuar pranë kolegjit posaçëm i apelimit dhe është i përshkruar dhe i shkruar dhe i prezantuar në aneksin kushtetues dhe të kushtetutës tonë, pra është një institucion i cili paguhet nga taksat tona. Ndërsa për ekspertët e jashtëm, të cilët kanë qenë në ombrellën e USAID, pagesat dhe rrogat ata i kanë mbarë nga USAID. Nëpërmjet ambasadës apo drejt për drejt nga Departamenti i Shtetit, kjo mbetet për t'u sqaruar, siç ende nuk ka një përgjigje se si ata janë rikthyer dhe kush është punëdhënësi i tyre në këtë moment. Ndërkohë, Arsen, ka ndonjë reagim i cili ka ardhur nga politika, si është shpritur kjo? Se të gjitha subjektet politike në vend luajnë me kartën e drejtësisë, një që do ta shkrijë, një tjetër që ka mbështetjen tonë, si thot Rama, me ato reagime që ne kemi parë pra herë pas here, se s'dua t'i ju, se unë dhe opinioni publik i kanë ndjekur, me një komision i cili ndoshta mund të veprojë se di se sa do të funksionojë dhe çfarë qëllimesh do të kenë, me deklarata kur thuhet do të godas djathtas apo vetëm majtas, kur Rama i tregon që duhet që të preki çështje ose ku ndodh, si ishte Rama, që ku ndodh që t'i them unë Dumanit i apurdhur duke referuar 21 janarit, kanë reaguar sot dhe a janë ethe politika, do thoja unë? Në fakt, reagimi parë zyrtar ishte për mikrofon emocional live nga ish-kryeministri dhe kreu aktual i opozitës, zoti Sali Berisha, i cili në respekt të detyrim paraqitjes u ndodh këtu disa javë më parë dhe u pyet se çfarë do të bëjë me prokurorinë e posaçme në rast se më 12 maj 2025 ai do të jetë fitues dhe kryeministri i ri. Ai u përgjigj fjalë për fjalë se një pjesë e tyre meritojnë të jenë, ndërsa një pjesë tjetër do të shkrihet duke padur vendin tek shokët e tyre në burg, duke referuar kriminalëve.
por më pas ai e ndryshoi këtë qëndrim duke thënë se do të shikojë një riformatim të këtij institucioni pasi kontrollin e gjyqtarëve nga prokuroria e posaçme e konsideron antikushtetues. I njëjtë ishte edhe, nëse mund të themi, edhe më agresiv reagimi i kryeministrit Rama pas arrestimit të kryebashkiakut Veliaj. Ai pati disa mbledhje grupit parlamentar ku shpreh se SPAK ishte një institucion që kishte dalë nga kontrolli dhe ishte një institucion i cili do duhet të reformohej. Nuk zgjatim më shumë se sa 10 ditë ky leksik i tij ose ky fjalor politik dhe i aktualitetit ndryshoi komplet duke thënë se ishte Partia Socialiste dhe ai që i dha shpatën e drejtësisë, ata nuk kanë ndërmend të ndërhyjnë në pavarësinë e integritetin e punës së prokurorëve, janë pavarur dhe ai është prej atyre politikanëve që as i shkon ndërmend të urdhërojë prokurorët për një çështje X ose Y, siç ka ndodhur më herët. Pra këto kanë qenë dy qëndrimet më publike, më zyrtare, më pas duke zbritur në hierarkinë e politikës, kanë qenë reagime pro dhe kundër për largimin e ekspertëve, ndërsa rikthimi i tyre ndoshta i ka kapur në befasin, ndoshta edhe ata po presin për të qenë më të qartë se kush i ka rikthyer, kush është punëdhënësi, kush i paguan dhe interesat e kujt do të mbrojnë këtë herë ekspertët të cilët u larguan për disa javë, pasi një muaj e pak është bërë nga largimi i tyre dhe rikthimi, por për disa javë ndërpren praninë e tyre fizike të punës në institucionet e prokurorisë posaçme për të kuptuar është rikthim vetëm në SPAK apo në gjithë sistemin e drejtësisë, pasi ishin këshilltarët ligjor në gjykatën e lartë, këshilltarët ligjor në KLG, KLP për institucionet e tjera që ishin po aq të rëndësishëm në ekspertizën e tyre. Kuptoj, ndërkohë kur ndodhi e gjithë kjo, që një vendimi Trump dhe pati disa momente ku ai ndërhyri që na preku edhe në sistemin e drejtësisë, pra ndërhyri në të gjithë botën, në rastin konkret dhe ne, për çështje fondesh, u pa një reagim me njëhershëm i Bashkimit Evropian, Arsen, partner dhe ata jashtëzakonisht të rëndësishëm. E ndajmë sot rolin ose dominancën mes BE-s dhe SBA-s në vendin tonë në sistemin e drejtësisë? Për të qenë korrekt edhe për shikuesit dhe për të informuar opinionin publik, rëndësia apo dominanca është e qytetarëve shqiptar, pasi për te çdo përfaqësie, për te çdo eksperti, faturën në 99% e paguen taksa paguesit shqiptar. Ato rrogat e larta të gjyqtarëve, prokurorëve, të këshilltarëve, ato dietat, ato mjetet, shërbyesit në thonjza, truprojat, bodyguardet, të mirat materiale që përfitojnë nga puna dhe sakrifica që bëjmë për dhënë një drejtësi sipas standardeve dhe ato çka pretendojnë qytetarët shqiptar, paguhet nga taksat tona dhe ai që paguan e ka dominancën. Në këtë rast është buxheti i shtetit. Por nga ana tjetër, ekspertiza e ndërkombëtarëve nuk mund mohohet dhe të përjashtohet. Deri pak kohë më parë ishin partnerët e SBA-s ata që ishin dominant. Për disa javë vakumi kaloi Bashkimit Evropian, do të ketë apo jo sërish një mbivendosje apo do të jenë të njëjtë apo siç ishin deri para 20 janarit, për të qenë korrekt është pak e vështirë ta thuash deri në këto momente, pasi ajo çka mungon është një urdhër i presidentit Trump dhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por i sekretarit Rubio dhe financave atje është në fuqi, ndërpriten të gjitha subvencionet dhe investimet, por e shpenzimet nëpërmjet USAID, nga ana tjetër fizikisht dhe një rikthim i tyre këtu. Për të kuptuar kush ka paguar biletën, kush i paguan punën që ata bëjnë, pasi Shtetet Bashkuara kanë edhe një postulat, asgjë nuk është falas dhe amerikanët nuk punojnë pa marrë pagesën, pasi është krejt normale. Kush i paguan sot do duhet ta kuptojmë dhe të presim ndoshta edhe përgjigjen zyrtare. Qartë, Arsen, për te i kësaj që është lajmi kryesor i ditës, ne kemi pritshmëri për ta shpjeguar, për ta parë, si dhe kurse dhe opinioni publik që beson tek strukturat, çfarë ka sot në SPAK? Momentalisht, për sa i përket zhvillimeve më të rëndësishme, dosjet e politikës nuk është se kanë kaluar në plan dytë, por janë duke punuar prokurorët në heshtje. Janë dosje të cilat përfshin emra të lidhur me kryebashkiakun Veliaj, hetimet vijuese për kallëzimet e bëra ndaj numrit 2 të qeverisë zonjës Belinda Balluku janë në verifikim, dosjet e ish-ministrit Ilir Beqa, sterilizim check-upi, po ashtu të botës krimit e biznesit janë dosje që po punohet intensivisht. Pronat e ushtrisë vijnë ende të jetë në
limitet e afateve, por prokuroria vazhdon të jetë strikte dhe diskrete në dhënien e përgjigje për shkak të sekretit hetimor, janë dosje të cilat punohet. Për sa i përket zhvillimeve gjyqësore, momentalisht në gjykatën e posaçme me kërkesë të prokurorisë po zhvillohet gjykimi në themel për konsideruar në dosjen e Plumbi Art apo të grupeve kriminale dhe rivalitetit mes tyre, ku dëshmitari i drejtësisë Nureddin Dumani vazhdon e rrëfehet se si nëpërmjet pagesave ka shërbyer nga njëri grup tek tjetri për të kryer vrasje, rrëmbime, santazhe, vendosje të tritoleve në të gjithë territorin e Shqipërisë. Faleminderit Arsen.